Aty ku ka përçarje, aty nuk ka bereqet. Qoftë në familje, qoftë në punë, qoftë në tregti, po qoftë edhe në xhami, aty ku ka përçarje, nuk ka bereqet. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejtohej ka sahabët para se ta fillojnë namazin duke ju thënë istawu wala takhtalifu, drejtohuni, plotësohuni, mos u përçani, mos i ndani safat, fetahtelife kulubukum, t'ju përçahen zemrat e juaja. A do të fillon namazi? Po, mos i ndaj safat, mos i përçaj safat. Disa safa para, e pastaj përçarje zbrasti, e pastaj disa safa atje në fund. Plotësohuni, bahuni bashk, komplet. Aty ku janë besimtarët bashk, aty ka bereqet. Aty ku janë besimtarët të ndarë, të përçarë, aty hum bereqeti.